Kohën e fundit sulmi i këpushave ndaj njerëzve është rritur dukshëm. Këpusha që njihen edhe si riçra me një të pickuar që njeriu ka gjasa mos t'i ndjej fare, mund të infektojnë me sëmundje të ndryshme. Këto sëmundje mund të shfaqen nga 2 javë deri në disa muaj pas pickimit, me fillim me një njollë të çuditshme në lëkurë që merr formën e një veze të skuqur ose të një disku të bardhë. Kjo njollë shpesh kalon pa u vërejtur fare, për shkak se nuk dhemb, nuk djeg dhe nuk ka gjithmonë të njëjtën madhësi ose pamje. Në moment kur njeriu vëren që ka në trupin e vet rriqen i cili veç e ka futur ose i ka paktuar majën e vet në organizëm, duhet të kërkojë ndihmë mjekësore për shumë arsye, për shkak se ato mund të shkaktojnë njëherë induracion lokal, do me thënë organizmi reagon si trup të huaj dhe kemi një skuqje, entje dhe dhimbje të vendit lokal. Aq më tepër, kurse të gjitha vlen rregulla për të gjithë insektet që mundet të bartin mikroorganizma të ndryshme dhe të pejzmatojnë, respektivisht të kontaminojnë organizmin prej ndonjë sëmundje e cila mund të jetë shumë më e rrezikshme, por jo rrallëherë edhe fatale. E rëndësishme është të zbulohet me kohë pickimi nga rriçna, sepse në këtë mënyrë shumë më lehtë mund të parandalohet infektimi. Dhe pikrisht këto janë vendet, domethënë të papastërta, ku mund të hasnin në rriçra të infektuara, por që nuk do të thotë se ato nuk mund të gjenden dhe në parkun e qytetit. Ajo du të më hjek, po nuk hjeket krejt, se ajo këputet. Edhe gjinse organizmit i jetë ati. Ajo jetë akto ole alo. Do të më të paraqit pa tjetër të mjekës, se për ndryshe merë infekcion. Bashkë konshia me borçe. Një fqinji, borçe kishte një këpush dhe duaj pa tjetër t'i nënshtroje një ndërhyrje kirurgjikale, pasi nuk mund të heqte. Në trupët të të kashin me të bëjkit koka-koka zëmët. A i bojnë me rrish në qiken, ata më gjitën njerit e në më. Ata këtë gjakin të krejë. Mjekët thonë se problemi i madh është identifikimi nëse një person është pickuar nga këpushat. Femra është shumë më e rrezikshme kur pickon, sepse lëshon një substancë anestetike që eviton dhimbjen dhe në këtë mënyrë infektimi mund të zhvillohet pa qenë në dijeni se është pickuar nga këpushat.